falenderojmë që bëhet pjesë e kësaj ekspozite kushtuar abatit Mirditës Prandoqi, një prej personaliteteve më shquar dhe më me ndikim kohës tij, i cili ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në jetën fetare, politike, arsimore dhe kulturore të Shqipërisë së fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit 20. Kjo ekspozitë është në kuadër të një nismë që ka marrë Bashkia Mirditës bashkëpunim me Unionin Mirdita për vendosin e shtatorës së abatit në sheshin që mban emrin e tij. Unë nuk po zgjatem më tej, ju falenderoj edhe një herë dhe fjalë për kryetarin Almir. Mirë, përshëndetje, ju falenderoj shumë që keni vlerësuar edhe ekspozitën. Pakte në mënyrën si e konceptuar, nëse ka një moment realisht të rëndësishëm edhe për historinë e Mirditës, është pikërisht edhe pse me voneje, sa është vlerësimi një figure që në fakt ne vetëm se po bëjmë detyrën, asgjë më tepër, ai e kanë vlerësuar shtete, e kanë vlerësuar institucione shumë më të rëndësishme dhe ne po bëjmë një detyrë minimale të asaj që duhet ishte bërë më përpara në respekt të abatit Mirditës Prandoqi. Një ekspozitë e cila do qëndrojë e hapur për një muaj, me ato pak fotografi që janë, po ajo që janë marrë rëndësishme janë dy bucete të shtatorës së pritshme të nesërme të abatit Mirditës në sheshin kryesor të qytetit me të njëjtin emër Abat Doçi. Për një muaj do qëndrojë e hapur, normalisht që ideja është që qytetar kushdo që do të japi një mendim në lidhje me njërin nga bucetet, me kanë vendosjen, diçka që mendon një mendim të lirë qytetar, të lejmë edhe një blok shënimësh gjatë gjithë muajit, kushdo që vjen mund të japi mendimin e vet dhe të japë laje shënimin e tij. Njëkohësisht, na mbylla derë të njëkohësisht në rang ekspertësh me përfaqësues për te Mirditës, pra ekspert që realisht vlerësojnë figurat, por edhe skulpturat nga Shqipëria, në rang kombëtar, do jetë një komision që do përfshihet edhe Bashkia, edhe Dioqeza e Mirditës e Rrëshenit, njëkohësisht edhe ekspert, skulptor, arkitekt, kombëtar që do japin një vlerësim pastaj profesional për shtatorën e cila do vendoset nesër në sheshin Abat Doçi. Unë duhet të falenderoj shumë për bashkëpunimin qoftë Dioqezën e Rrëshenit, qoftë Union Mirditën, që realisht gjatë gjithë kohës që kemi biseduar për këtë ecuri të kësaj kanë qenë gatshëm bashkë me kryetarin e Union Mirditës, zotin Nikolin Jaka, për të bashkëpunuar me bashkinë dhe me Dioqezën në mënyrë që të çojmë në vend ato që realisht për Abat Doçin nuk është marrë si iniciativë deri sot. Kështu që ne po qëm thjesht në vend një detyrë që na takon për ta quajtur si mirëditor në respekt të asaj që ka bërë Abat Prandoqi për Mirditën dhe për Shqipërinë. Kështu që unë ju falenderoj sot prapë që jeni këtu. Mendoj që njëkohësisht për te i nesh ta çojmë mendimin dhe këtë lloj organizimi, që edhe qytetarët tjerë gjatë kësaj kohe që ekspozita do jetë hap të vinë, ta shohin, ta vlerësojnë, të japin mendimin e tyre. Unë s'po zgjatem më tej, po i kaloj fjalën i peshqit tonë, Dom Gjergjit, një fjalë përshëndetse edhe për lidhjen që ka Dioqeza normalisht, por edhe Mirdita me Abat. Faleminderit kryetar. Figura e Abat Doçit është një figurë përbashkuese, kjo duhet thënë. Përbashkuese në shumë rrafshe, e para sepse nga pikpamja etnike ai nuk ishte as Kthellës, as Mirditës, po ishte Buxhë. Ata që din historinë e kuptojnë mirë këtë trekëndsh të jetës Mirditës. Pra ishte nga Rubik. Dhe për këtë arsye është një element përbashkues i trojeve të Mirditës të asaj kohe. Por përveç kësaj, Abati ka, mendoj, dy merita të mëdha që duhen evidentuar. E para, shoqëria Bashkimi,
që ai kryesonte i ka ofru vendit tonë alfabetin që ne kemi sot. Dhe këtë nuk do të harrojmë asnjëherë. Qofse ne shkruajmë sot me këto shkronja që kemi, është falë këtij burri, fala Badoçi. Edhe elementi i dytë i rëndësishëm është se Abati kishte një vizion për Shqipërinë, vizionin e asaj kohe. Vizionet ndryshojnë me kalimin e kohës, sigurisht, po për kohën kishte vizionin më mirë se si duhet të jetë Shqipëria përveç përtej atyne provincializmave që secili e donte Shqipërinë, dikush e donte Shqipërinë sipas modeleve perandorake, dikush sipas modeleve perëndimore apo shteteve të tjera. Abati kishte një vizion se si duhet të ishte Shqipëria. Dhe ajo që është më e rëndësishme është edhe kryenuvusi i abatësisë Oroshit, një abatësi që ka pas rol të rëndësishëm në historinë shpirtërore dhe fetare të shqiptarëve. Prandaj vlerësimi i figurës së Badoçit në Mirdit, unë mendoj është vetëm hapi i parë, sepse Badoçin duhet ta nderojë Shqipëria, e gjithë Shqipëria, nga Konispoli deri në Vermosh. Edhe përtej se nuk është vetëm ai Shqipëria, është më shumë se sa aq, shqiptarët janë më shumë se sa aq. Dhe ne jemi krenarit që i kemi këtu, unë falenderoj të gjithë ata që kanë marrë iniciativën për me vendos bustin e Badoçit dhe ta shikojnë figurën e tij si një figurë përbashkuese përtej veçorive, përtej krahinorizmave, përtej provincializmave dhe përtej edhe partive politike. Duhet të shkojmë ke Abati një figurë që na përbashkon të gjithë. Prandaj shpresoj që kjo ekspozitë modeste që e kemi parë edhe herë tjera, por që gjithmonë duket e re sepse është një figurë ende e pasburduar sa duhet, por sidomos dy muketet që janë këtu të kenë vlerësimin e gjithëve kush ka mundësi ta vlerësojë, pse jo. E thotë se nganjëherë vox populi vox dei, zoni popullit është zoni i Zotit. E ndoshta njerëzit japin më shumë vlerësim se sa vetë specialistë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam në pozicionin dyfisht edhe si profesor si Unionit Mirdita, por edhe si skulptor. Është një nisëm e ka hershme në fakt e Unionit, por që përfundimisht mendoj se ka marrë një lloj zgjidhje duke pas dhe përkrajnë dashamirësinë e bashkisë. Shpresoj shumë që nisma tashmë të bëhet legjitime dhe mos kemi pengesa, që të japim atributet apo të japim vendin që meriton Badoçi. Për historikun apo për figurën e Badoçit do të flasë një fjalë, do të them që kjo iniciativë që Unioni ka marrë përsipër do të shkojë patjetër deri në fund, duke qenë dhe jo vetëm iniciues, po nisëtar, po dhe udhëhesi donacioneve. Sigurisht gjithçka ka një fond që do ezaurohet. Unioni në këtë prizëm ka marrë përsipër, po nga përsipër që ta zhvillojë deri në momentin e fundit. Kështu që gjithë procedura që ngjelet bashkisë është vetëm aspekti i kuadrit ligjor për miratimin e planit vendosjes, që sigurisht ju prapë bashkë me ekspertët e juaj do ta përcaktoni edhe vendin, edhe planin apo gjithçka që i duhet kuadrit ligjor. Kurse në aspektin financiar, gjithçka është barrë e Unionit që do të heqet deri. Dëshira e madhe e jona, po flas gjithmonë në emrin e Unionit, është që ashtu siç ka Unioni i emrit, duam që të jenë gjithë mbijetorët përfshirë. A kemi mundësi ne që ta bëjmë vetëm 5 apo 10 veta sa jemi aty, si grup apo antarësi? Kam përshtypjen që mund ta bëjmë, por nuk është kjo dëshira. Sepse nisma të tilla mendojnë që duhet të kenë gjithë përfshirë. Qoftë një ogur apo qoftë Badoçi, ashtu siç ka pas historikun e tij, qoftë përbashkues, edhe ditët e sotme që mendoj kemi më shumë se sa shumë nevojë për bashkim.
Ju shkopëmbar, ta shkopëmbar. Dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen, siç e tha dhe kryetari, ekspozita do jetë për një muaj që secili prej nesh edhe për jush ka mundësi për të dhënë edhe mendimet e tij në raport me gjithë teorinë e këtij projekti. Ju falenderoj. Dimensioni